demokracinë parlamentare, për ta njohur shumicën parlamentare. Do të kjo ka qenë vërejtja jonë dhe gjatë gjithë këtij procesi ka pas amin dhe në fund vetë parimet e shtruara se kush duhet jetë mandatari dhe këtë konstituese është jo kushtetuese dhe as presidentja dhe as gjykatja. Lëvizjeve të vendosje nuk mund ta jap votën në Kuvendin e Republikës Kosovës pa marrëveshje paraprake. Pra, vota e vetëvendosjes duhet të paraprihet prej një marrëveshje paraprake dhe kjo marrëveshje që po kërkohet një qeveri teknike, se komentoni. Kosova është aq politike sa nuk e dëron asnjë qeveri teknike. Me 2 muaj shtatorën 2 muaj, ka 2 muaj plot janë shfrytzuar me terrorizu opinionin, me thashëthemin, me informata të rreme të shërbim, është përkeqare, kur gjosh ka ndryshu, koalicioni LDK, AK, Nishma dhe partnert është i qëndrueshëm, është... Mustafa, a do të planonit ju të kandidoshit në një procedurë që do të mund të kontestoj nga PDP-ja dhe pastaj çështja të bëj objekt në gjykatë kushtetuese? Ne kemi një projekt për të cilën jemi bashkuar. LDK-ja, AK-ja, Nisma, kemi edhe përkrahjen e subjekteve tjera në kuvend, dhe e që është e jonë është që ne projektin të qojmë përpara. Objektiv është komunikimi, dialogu ndërpartijak me liderët dhe partitë interesuara në mënyrë që të ndërtojmë institucionet sa më shpejt që është e mundur. Presidentja Jaga ka marrë iniciativat e saj, mendoj se ato është adresa e qëndrueshme ku ne duhet të diskutojmë për hapat tonë me të tjershëm dhe secili lider dhe parti politike të mbi interesat personale dhe partijake në interes të shtetit, në interes nacional. A keni informacione nëse ndonjë lider i subjekti politik nga bloku Blan do të reflektojë për situatës? Mendoj se është koha për reflektim të gjithëmbashëm dhe reflektimi duhet jetë gjithmonë në kuadër të mundësive potenciale, por dhe takimi i sotshëm, përveç ato që i thanë kryetarët partive, është edhe një zhvillim i ri. Kryetari Mustafa dje edhe unë jem kthy prej Brukselit, takimet me Partisë Popullore Evropiane. Edhe ata po ashtu janë do ndërtu qeverinë evropiane, janë një proces zakonisht të madh, po mbështetjen që kemi marrë atje për zhvillimet pozitive në Kosovë dhe reagimin tonë në këtë situatë janë jashtëzakonisht mira, janë jashtëzakonisht pozitive. Ndërsa sa i përket LDK-s, ne besojmë që vendimi i gjykatës do të jetë në përputhje me drejtën dhe realitetin që ka prodhu rezultati zgjedhor dhe kjo është shumë e qartë. Për të më dhënë mundësi qytetarëve të Kosovës që ta keni një qeverisje ndryshe, sigurisht që ne nuk kemi armiqësi me asnjë subjekt politik në Republikën e Kosovës, të faktin se ata përfaqësojnë qytetarët. Por qytetarët e Kosovës kanë pasur nevojë që të kenë institucione vërtet demokratike. Pse sot ne nuk ishëm, ne kemi proceduar dhe vazhdojmë proceduarojmë që presidentja apo presidenti i Republikës Kosovës si personalitet unifikues dhe personi i parë i shtetit në politikat e saj duhet të jetë e paanshme. Ne kemi vlerësuar që nga fillimi, nga drejtimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, presidentja e vendit sikur nuk ka qenë e gatshme për ta njohur demokracinë parlamentare, për ta njohur shumicën parlamentare. Do të kjo ka qenë vërejtja jonë dhe gjatë gjithë këtij procesi ka pas amin dhe në fund vetë parimet e shtruara se kush duhet jetë mandatari dhe këtë konstituese është jo kushtetuese dhe as presidentja dhe as gjykata kushtetuese nuk e kanë të drejtën ta i shkruajnë kushtetuesen e Kosovës. Kosova mund ta ndryshojë kushtetutën dhe organi vetëm që mund ta ndryshojë kushtetutën është Kuvendit e Kosovës. Këto kanë qenë arsyet që ne kemi dashur ta japim një sinjal, jo vetëm për këtë presidente, por për gjitha institucionet e shtetit që të ruajnë pavarësinë e tyre dhe të ruajnë përgjegjësinë e tyre dhe mos bëjnë anime politike. Faleminderit, mirupafshim. Sepse në këtë takim ishim
së paku 12 veta, që do të thotë secili nga 4 subjektet nga 3 përfaqësues, dhe kishim shumë shka për të thënë e për të diskutuar. Ishte një takim shumë përmbajtësor, madje mund të them takimi më përmbajtësor prej se zhvillohen takimet e këtilla. Sot janë bërë saktësisht një muaj prej se ka ndodhur dakordimi që nuk do të lejohet qeveria e re e regjimit të vjetër. Para një muaji, pak kush ka besuar që do të mund të kaloj një muaj dhe do të vazhdoj që partia në pushtet e partia shtet të mos arrijë që ta ndryshoj dakordimin tonë, por ja ku jemi pas një muaj dhe nuk ka ndryshim të dakordimit tonë sa i përket mos lejimit të ripërtrirjes së regjimit të vjetër me një qeveri të re. Jemi në fazën e bisedimeve, kur i kemi diskutuar në hollësi të gjitha çështjet sa i përket dialogut, sa i përket privatizimit e kështu me radhë. Dhe ajo çfarë kemi arritur në fund është krijimi një ekipi të punës, i cili përbëhet nga një përfaqësues prej 4 subjekteve, dhe të cilët do të kenë afat deri këtë të diel që të merren vesh për dakordimin tonë. Lëvizja vetëvendosje nuk mund ta jap votën në Kuvendin e Republikës Kosovës pa marrëveshje paraprake. Pra, vota e vetëvendosjes duhet të paraprihet prej një marrëveshje paraprake, dhe kjo marrëveshje paraprake e ka afatin e së dielës 13 korrikut. Le t'i presim përfaqësuesit e secilit prej subjekteve që gjatë këtyre 30-ve të arrijnë dakordimin për të cilën kemi shprehur gatishmëri dhe interesim që të qenë. Keni interesim e një qeveri, zotit? Ne jemi të gatshëm dhe të interesuar që t'i marrim përgjegjësitë tona në ekzekutivin e ardhshëm, por kjo do të mund bëhet vetëm pas marrëveshjeve paraprake që duhet të jenë edhe sa i përket kursit të shtetit, pra në fushën e dialogut e të privatizimeve, por njëkohësisht edhe sa i përket programit të ardhshëm qeveritar dhe ndarjes së resoreve qeveritare më pastaj. Faleminderit shumë. Gati? Politike e Kosovës, konsiderojmë që deputetët e opozitës sot me të vërtetë kanë ndërmarrë veprime të gabueshme, të cilat dëshmojnë një papjekuri të lartë institucionale. Dy elemente të cilat dëshmuan sot nga ana e deputetëve të opozitës, në të vërtetë janë fakti i një mungese të plotë të respektit institucional, me vetë faktin e hyrjes së paautorizuar në sallën e seancave të Kuvendit për kundër shtyrjes në mënyrë të plot legale nga ana e kryesuesës së seancës, dhe dyta është fakti i një injorimi eklatant që me këtë rast ju bë procesit të lehtësimit në ndërtimin e institucioneve që tashmë ka filluar Presidenti i Republikës Kosovës, për cilën ne kemi shprehur respekt dhe po ashtu kemi qenë edhe vazhdojmë të jemi pjesëmarrës konstruktiv. Ne besojmë se veprimet e tilla duhet të shmangën, sepse përveç që tregojnë një papjekuri politike dhe një mos respekt institucional, në të vërtetë kontribuojnë në degradimin edhe të procesit të ndërtimit të institucioneve. Po ashtu, ne sot në ora 3 do të vazhdojmë takimet me Presidentin e Kosovës, dhe për deklarata apo detaje më shumë besoj se do të takojmë pas atij. Do të krahasoj një pyetje. Bloku ka deklaruar që seancën konstituive me thirr javën që vjen. A keni diskutuar në mbledhjen që patët kur do të ftoni deputetët në seancë? Se ne as sot e as herave të kaluara në mbledhjet kryesisë nuk kemi diskutuar dhe nuk diskutojmë për datën e mbajtjes së seancës, sepse kjo nuk është kompetencë e kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, as e grupit parlamentar, por është e kryesuesës që ja jep këtë drejt, ja garanton kushtetuta dhe rregullorja e punës Kuvendit. Kështu që mendoj përsëri që hapat që çojnë degradim të institucioneve në një formë të mungesës respekti institucional duhet shmangën nga gjithë. Është koha, po e përsëris, që të mbizotroj racionaliteti politik, i cili për fat të keq ende nuk po duket gjëkundi në bllokun opozitar.
Në ora 3 do të kemi një takim me presidentën dhe gjithsesi do të kemi një deklarim edhe pas atij takimi për të parë se si do të zhvillohen gjërat në shtetin e vet. Zgjidhje vetëm ndërhyrjen e presidentit në këto reforma? Ne kemi shpreh respekt për angazhimin e presidentës konform kompetencës dhe obligimit të saj kushtetues për të përfaqësuar unitetin qytetar dhe funksionimin institucional. Mendojmë që është një angazhim i drejtë dhe shpresojmë se mund të ndihmoj në tejkalimin e momentit aktual të ngërçit politik. Por ne shohim se zgjidhje të kësaj situate vetëm respektimin e plotë të shtetutës dhe respektimin e plotë të vullnetit të qytetarëve që shprehur për zgjedhje të lira të datës 8 qershor. Ju po zhvilloni takime me presidentën të gjitha partitë, apo jepet ndaj kohë kur duhet më dhoni përgjigje? Nuk kam qenë pjesë e takimeve, besoj kështu që mas takimeve më ne pas. Kur realisht mendoni se do duhet bëhet? As këtë s'mund të dhon përgjigje se është kompetenca jane. Cila do të ishte njëra prej mundësive që ju me u taku vetë me kryetar të votit? Ndoshta me arrit ndonjë marrëveshje. A keni Partia tentuar Demokratike e Kosovës, që dini, në gjithë veprimtarinë e saj politike ka qenë shumë konstruktive, shumë e hapur dhe mbi gjitha ka respektuar institucionet, kushtetutën, ligjet dhe bashkë vullnetin e qytetarëve të vendit tonë. Kështu që ne edhe në të kaluarën sare kemi fituar zgjedhjet. Kemi ftuar për takime të gjithë, kemi bashkëbiseduar me të gjithë dhe kam thënë më herët, jo domosdoshmërisht jemi marrë vesh me të gjithë, sepse kjo është normale në një vend demokratik. Kjo gatishmëri jonë është shprehur pashtu prej natës që kemi fituar zgjedhjet dhe normalisht që ne jemi të gatshëm për gjithë zgjedhjen në interes të vendit dhe në interes të qytetarëve, por do të thotë në ky betonizim refuzues në anën e kampit tjetër, besoj që përveç që është iracional totalisht dhe në kundërshtim me interesat të themelimit të institucioneve, besoj që ka edhe ndonjë arsye tjetër të cilën unë nuk e di. Faleminderit. Unë mendoj se procedura shtyrjes së seancës është krejtësisht e papranueshme. Është një procedurë e pashembull dhe arbitrare, sepse seanca është dashur të mbahet sot, ndërkaq kryesuesja ka mund ta pyet kuvendin, përkatësisht deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës, sa është një kërkesë e një grupi parlamentar, 9 deputetëve që të shtyhet dhe për shtyrjen pastaj kishin mund të vendosin deputetët, dhe se si kryesuesja në konsultim me pakicat. Unë nuk shoh asnjë arsye, shoh si tendencë që të shkohet pa kufi në degradimin e sistemit parlamentar tek ne, edhe që të jepet shansa që gjithmonë pakicat vendosë në kuvend. Mendoni se PDK-ja e ka shtyr listën se dhe që të kërkojë? Unë nuk flas tash as për listën as për PDK-n, por flas për një akt i cili është akt krejtësisht i gabuar. Është akt në kundërshtim me praktikën parlamentare të ne dhe një akt cilën ne duhet ta flakim sepse kjo do ta dëmton shumë Kosovën. Tash kur jeni në koalicion edhe me vetëvendosjen, a shpresoni në votat e listës serbe apo ato e veçantë? Unë besoj që ne kemi shumicën e votave dhe kjo është me rëndësi për ne. Lista serbe dhe të tjerë natyrisht do të vendosin për votat e tyre, por në çdo situatë ne kemi shumicën tani në parlament dhe në një sistem parlamentar do ta ditë çdo njeri se vendos shumica për gjithë zgjedhjet. Si PDK jeni të gatshëm të shkoni në një takim që do ta bëjë presidentja javën tjetër? Presidentja duhet në vërtet do ta kryejë punën e vet, nëse presidenta për takim, natyrisht se ne do të marrim pjesë në takimin me presidentin. Mirë, po ne jemi të interesuar për atë dhe biseduam sot që sa më shpejt konstituohen organet e Kosovës, edhe kuvendi dhe qeveria e Republikës Kosovës, dhe ky vend për arsye të interesave individuale dhe interesave grupore të tjera dhe nuk guxon të mbetet në këtë situatë. Ju e respektoni vendimin e kryesuesës që seanca të bëhet tek? Kur ne vendimin e kryesuesës s'do ta respektonim fare, por seanca është thjesht tajta, ne do të marrim pjesë në seancë sepse kryesuesja nuk ka pas drejt vendos kështu. Por ne do të shkojmë në mbledhje tajtën sepse ajo është mbledhje e Kuvendit të Republikës Kosovës, por ne i sugjerojmë dhe kërkojmë nga kryesuesja që mos ta marr rolin cili nuk e ka, sepse nuk është roli i kryesuesës. Kryesuesja e ka rolin vetëm ta kryesoj seancën konstitutive, por nuk ka rol tjetër që ajo të
në bazë kërkesave tjera do të të merr vendime të tjera. Zoti Mustafa, në ditën kur nënshtrohet marrëveshja me vetëvendosjen, ju deklaruat se këtë kanë mbështetur ose ka përshëndetur edhe lista serbe, por doni të ndrysh ata tash për kërkojnë detaje shtesë edhe nga ju dhe nga vetëvendosja. Është e vërtetë se në bisedë që kemi pas me listën serbe, i kemi njoftuar atë për marrëveshje. Me 12 shtatorë në 2 muaj, ka 2 muaj plot janë shfrytzuar me terrorizu opinionin me thashëtemin, me informata të rreme që shëdim, është përkeqare, kur gjosh ka ndryshu, koalicioni LDK, AK, Nishma dhe partnert është i qëndrushëm, është i palkundur, nuk ka thymje, s'ka lëvizje deputetve, pra s'ka ndryshu asgjë. Edhe nuk e dim se çka do të ndryshon seancë për PDK-n, përfosi do të konfirmohet një numër i pamjaftueshëm i votave, edhe pika 126 e vendimit gjykatës kushtetuese, kuptohet me lëshu rrugën 278, që është edhe gjendja e zgjidhjes nga deputetët. Ai që ka ndryshuar do të garantojnë ajo është se minoriteti do të qëndrojnë sonë, nuk do të veprojnë si herën e kaluar ta lëshojnë sollën, do të bëjnë kurrimin të paktën. Dhe cili është opsioni juaj, pse nuk po e thoni tash për mbani edhe ju opinionin në pani? Baneni publik nëse e keni. Jo, mu imi u siguru që komunitetet janë shumë të qëndrueshme në qëndrimin e tyre. S'ka ndryshuar gjë, ata kanë qenë me ne kur është nevojit vota e tyre, pra dini që e kanë parë dhe publikisht tani, se dim kush e bën shumicën nga partitë shqiptare. Opsioni ynë është kryetari Mustafa, është kryetari i parlamentit, është i zgjedhur, do ta rizgjedhim aq herë sa ka nevojë, nëse bëhet fjalë kështu, pra po ne jemi të bindur se kësaj radhe do ta zgjedhim që të jetë e padiskutueshme. Mustafa, a do të planonit ju të kandidoshit në një procedurë që do të mund të kontestoj nga PDK-ja dhe pastaj që është të bëj objekt në gjykatë kushtetuese? Ne kemi një projekt për cilën jemi bashkuar. LDK-ja, AK-ja, Nisma, kemi edhe përkrahjen e subjekteve tjera në kuvend, dhe e që është e jonë është që ne projektin të qojmë përpara. Projekti është i lidhur me pozitën e kryetarit parlamentit, sepse nuk ka asnjë kuptim që dikush të heqdohet nga kuvendi edhe të që unë do të qeverisë në këtë vend, sepse ato i punë të lidhura dhe gjitha këto punë rregullohen edhe zgjidhen me votën e shumicës së deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Do të thotë ne këtë do ta sigurojmë sepse e kemi shumicën e deputetëve në kuvendin e Republikës Kosovës. Ata duhet të vendosin dhe vendosja në kuvend do të bëhet në bazë të një procedure e cila do të jetë legjitime për kuvendin e Republikës Kosovës dhe cila nuk do të cënoj as ligjet as kushtetutën. Unë kam thënë edhe herën e kaluar se gjykata kushtetuese ka mund të vendosë për çdo gjë dhe ka vendosë mënyra absurde dhe ka prunë një vendim absurd. Mirë po, ajo që gjykata kushtetuese s'ka mund të bëj, është se nuk mund të detyroj deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që ata të votojnë sipas shijes edhe sipas paragjykimeve, qoftë kësaj gjykate, qoftë PDK-s. Do të vendosin vetë deputet dhe ashtu si do të vendosin deputet, do të jetë zgjidhjen. Do të pranoni të kandidojnë? Gjithsesi, kjo është projekt ynë i cili do ta çojmë përpara dhe në këtë kandidatim ne do të respektojmë gjitha procedurat që Kushtetuta e Republikës Kosovës i lejon. A kishte projekte pa pusë parlamentare? Po gjithsesi sepse ne projektin tonë kemi projekte të përbashkët dhe ne s'kemë menduar as mendojmë në asnjë rast që ne tash të bëjmë një lëshim për lëshime tjera sepse këtu lëshime nuk ka. Nuk është fjala për lëshime, është fjala për vullnetin e shumicës në kuvend. Ashtu si do të vendosë shumica e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, ashtu do të procedojmë edhe. Dr. Mustafa, keni kërkuar nga presidentja që ta tërheqë vendimin për gjyqtarë dhe kombëtar. Çka nëse ajo nuk e tërheqë vendimin? Është çështje përgjegjësisë presidentes, unë kam kërkuar këtë që presidentja ta rishikojë edhe një herë kushtetutën, dhe që të sqarohet kompetenca Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës ka në mënyrë të theksuar kompetenca që të vendos për gjykatën kushtetuese dhe për gjykatësit, kështu që është mirë që ajo të konsiderohet edhe mirë, sepse do të ishte dëmshme që ne të kemi një gjykatë kushtetuese e cila do të kontestohet pikpamjet e
kushtetutshmërisë e brimet të gjykatësve të gjykatës. Zoti Haradinaj, do të tentoni që deri të premten të keni takime sërish me vetëvendosjen e që tash çka ka mbetur në këtë. Po. Do të ketë komunikim me vetëvendosjen. Vazhdueshëm. Ata tjetran se jeni shumë afër realisht arritjes së marrëveshjes para seancës. Po kur jemi prej deklarimeve që para seancës 17 korrikut e kemi pas një agent ngjeshun e deklarime të shumta. E vërtet është se ka një komunikim shumë serioz tash. Para më duhet ata të Haradinaj ne jemi në komunikim bashkë. Besojmë që në prantën ne dhe partnerët jemi të shumicat e mundës në parlamentin e Kosovës. Shumica e cila praktikisht do të jep mundësinë e zhbllokimit të kësaj situate. Sot mbi gjitha duhet të shohim interesin e vendit dhe interesin e vendit kërkon zhbllokimin, dhe zhbllokimi duhet për ata që kanë zgjidhje. Për atyre që kanë zgjidhje, në këtë rast besoj ne ju e dini që zgjidhja është këtu. Zgjidhja është e vota, ne kemi vota dhe presim që sa më shpejt përmes parlamentit të Kosovës hapet dhe të fillohet ndërtimi i institucioneve nga ata të cilët kanë shumicën e votave të domosdoshme për të krijuar institucione që kanë. Tjetër për të krijuar institucione nuk ka përveç rrugëve që janë të njëjtë në demokraci përmes votës së shumicës.